për tyre, po, Plator Mehmeti, kishte këto skema vjedhje. Të lutem ndihmo pak me videon e plugut. Në Tiranë, skema korruptive e Erion Veliaj dhe drejtorëve të tij ishte pakzuar me emrin 5D, me sa duket edhe në nderim të 5 drejtorëve të përfshirë. Në Durrës, një prej skemave identike me 5D fshihet pas kompanisë HTM SHPK, e cila rezulton në pronësi të shtetasit Ilir Tabaku, emër ky që shërben si prestanome për pronarin e vërtet të kësaj kompanie, i cili rezulton një emër jo pak i njohur për opinionin publik, administratën socialiste dhe gjerësisht në qytetin e Durrësit. Plator Mehmeti është drejtori i OSHE-s që qëndron pas kësaj skeme. Fillimisht, do t'ju sjellim një CV të shkurtër dhe tepër të ngjeshur të Plator Mehmetit për të kuptuar se çfarë përfaqëson ai dhe të dhënat premtuese për të qenë një drejtor i kësaj qeverie. Mediat e kanë denoncuar vazhdimisht Plator Mehmetin si të dënuar të paktën 4 herë për akuzat korrupsion, vjedhje energjie, shpërdorim detyre, shkelje të barazisë në tendera apo edhe falsifikim dokumentash. Por, edhe pse me një CV kaq të ngjeshur dënimesh, ai nuk i ka deklaruar asnjëherë ato. Dhe kjo nuk përbën problem për qeverinë aktuale, duke e graduar në postet më të larta të OSHE. Sipas denoncimeve mediatike, por edhe dokumentave gjyqësore, në vitin 2007 Mehmeti është dënuar me 10 muaj burg për shpërdorim detyre, shkelje të barazisë në tendera dhe falsifikim dokumentash. Mehmeti u arrestua në vitin 2007 dhe më pas u dënua pasi në bashkëpunim me drejtues të tjerë të keshit në Durrës, gjatë viteve 2003-2006, i kanë shkaktuar shtetit 3 milion euro dëm. Plator Mehmeti ka qenë i dënuar më parë dhe konkretisht edhe në vitin 2004. Me vendimin numër 52 të gjykatës së Durrësit, Mehmeti është deklaruar fajtor për veprën penale të vjedhjes së energjisë elektrike, sipas nenit 137 fraksion 2 të kodit penal, dhe është dënuar me 250.000 lekë gjob. Mehmeti është dënuar edhe me vendim numër 229 datë 25/4/2006 të gjykatës së Durrësit për veprën penale të falsifikimit të dokumentave të kryer në bashkëpunim sipas neneve 186 fraksion 3 dhe 25 të kodit penal. Ai është dënuar përfundimisht me 1 vit burgim dhe 50.000 lekë gjob. Dënimi me burgim është pezulluar dhe i pandehuri është vënë në provë për një periudhë prej 2 vitesh. Këto dënime u fshehen vazhdimisht nga ana e tij dhe për këtë u dënua edhe një herë në prill të vitit 2018 për veprën penale të falsifikimit të formularëve, stampave dhe vulave. Plator Mehmeti u dënua me 4 muaj burg, konvertuar me shërbim prove. Edhe pse me një CV kaq të pasur dënimesh, që prej ardhjes së rilindjes në pushtet, Plator Mehmeti do të emërohet drejtor i OSHE-s në Durrës, e madje do të gëzonte edhe mburojën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë apo OSHE për përgjigjëstrimin e akuzave që hidheshin publikisht ndaj tij. Ky ishte Plator Mehmeti, miq të dashur, ne e kemi denoncuar në plug, imagjino çfarë lloj personazhi duhet të jesh që në kot nanos të dënohesh për vjedhje energjie elektrike. Askush nuk e vuri ujin në zjarr, edhe pse është objekt specifik i punës së SPAK-ut. U desh ndoshta një video e qarkulluar ditën e djeshme në rrjetet sociale është bashkëshortja e Plator Mehmetit, e cila ka denoncuar babain e fëmijëve të saj për gjëra aq monstruoze sa do ishte vetëm e ndershme t'ia linim fjalëve të saj. Ela dhe së fundmi jam e detyruar të bëj një denoncim